Sapo u mora lajmin se guximtarët e fundit u liruan nga gjykata. Njerë unë do të përshtes përzemërsisht grupin e super guximtarëve, të rive, adoleshent, që u mbajtën në qelit e zeza vetëm për shkak të moshës tyre. Edi Rama, për të tmerruar të rit, kishte urdhëruar. Donte me çdo kusht të ri që t'i torturonte në komisariate. Të ri që s'kishin absolutisht kryer asnjë lloj akti dhune. Të ri të cilët u morën fotot që u paraqiten ishin krejtësisht tjetër për tjetër. Nuk u përkiste atyre që ishin mbajtur. Të ri që u goditën në komisariat. Të ri tek të cilët u dërguan gjoja psikolog, oficerët pa ftyrë të maskuar policie që nuk ishin psikolog. Të ri që u pyeten pa avoketit dhe pa prindit e tyre duke shkel çdo ligj, duke treguar se komisariatet ka për këtyre oficerëve të policisë që i shtrojnë në stroflla bandash. Por ata që duan të pamposhtur, dhe ata dolën dje. Garantoj se ligji do jetë shumë i rreptë me të gjithë ata që keq trajtuar, me të gjithë ata të cilët morën njerëz të pafajshëm në komisariate. Denoj me forcën më të madhe aktin kriminal. Vras